Teksa njësër vendesh të Bashkimit Evropian kanë vënë kusht reformën në drejtësi që Shqipëria të përparojë në rrugën integruese, Hungaria i ka kërkuar Brukselit çeljen e menjëhershme të negociatave për antarësim të vendit tonë në Union. Mbështetja e pakushtëzuar i është përcjell ministrit të jashtëm Ditmir Bushati nga homologu i tij, Peter Siziarto. Hungaria mbështet hapjen e menjëhershme dhe pavonesat e negociatave për antarësim të Shqipërisë pasi procesi i integrimit evropian është thelbësor për stabilitetin e Ballkanit Perëndimor. Ministri hungares shpreu mbështetjen e pandryshueshme të vendit të tij për procesin e reformave të ndërmarra nga qeveria shqiptare, duke ofruar në të njëjtën kohë ekspertizë në këtë proces, ndërsa kreu i diplomacisë shqiptare falenderoi Hungarinë për mbështetjen që është dhënë Shqipërisë, sikurse e njohu homologun me kursin e reformave, veçanërisht reformën në drejtësi si një reformë me rëndësi të jashtëzakonshme për forcimin e shtetit ligjor. Faleminderit qeverisë hungareze, popullit hungarez për mbështetjen që keni dhënë Shqipërisë në rrugën e vështirë të procesit të integrimit euroatlantik. Dy ministrat mbështetën forcimin e bashkëpunimit ekonomik dhe shkëmbimeve tregtare dhe rivlerësuan rivendosjen e linjës ajrore direkte Tiranë-Budapest, e cila do të ndodhë brenda këtij viti, duke shprehur bindjen mbi ndikimin e saj të drejtë për drejtë në nxitjen e bashkëpunimit dypalësh. Në kuadër të kësaj vizite, ministri Bushati mbajti edhe një fjalë në Institutin e Punëve të Jashtme mbi rolin e politikës së jashtme shqiptare dhe ecurinë e proceseve integruese të rajonit.